Skandali i abuzimeve me tokat në komunën e Kasharit dyfishon sasinë e trojeve me të cilat është abuzuar ndër vite nga kryetarët e kësaj komune tashmë të arrestuar. Vetëm njëri nga kallëzimet e bëra një ditë më parë në organin e akuzës e rrit sasinë e tokës me të cilën është abuzuar nga 16 hektar në gati 30 hektar. Bëhet fjalë për një truall në të cilin ka qenë ndërtuar një ser në afërsitë të autostradës Tiranë-Durrës, por tashmë pas abuzimeve nëpërmjet shitjeve të tokës në vitet 2000, në të janë ngritur ndërtime jo të pronarëve të lishëm. Kjo tokë që dyfishon hapësirën e trojeve me të cilën është abuzuar nga kallëzimi faturohet kryetarit të komunës Kashart asaj kohe Naim Karajt. Deri tani numri i kallëzimeve nga banorët e Kasharit ka shkuar në 20 dhe në ditët në vazhdim priten kallëzime të reja që do të rrisin edhe më shumë sasinë e tokës me të cilën është abuzuar nga kryetarët e kësaj komune në 7 vite. Karaj së bashku me 2 kryetarët pas ardhes dhe 5 persona të tjerë janë arrestuar më 1 dhjetor pas disa kallëzimeve dhe verifikimeve në hipotekë për mbivendosje të pronave, ku një toke i ka dalë më shumë se një pronar. Ndërkohë përveç Kasharit ka edhe komuna të tjera në Tiranë, banorët e të cilave kanë ngritur denoncime në polici dhe pretendojnë për abuzime me tokat e tyre.